Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar. Vetëm Allahun e madhëruar falenderojmë dhe vetëm prej Allahut të ndihmë kërkojmë. E lutim Allahun e madhëruar të na falë gjunahet dhe gabimet tona. Dhe lutim Allahun Azza wa Jall të na ruaj nga të këqijat e vetëve tona dhe të këqijat e punëve tona. Atë njeri që Allah I madhëruar e udhëzoi në rrugën e drejtë, duke I dhënë mirësinë më të madhe, Islamin, nuk ka kush prej njerëzve dhe prej xhinve që ta humbi atë nga kjo rrugë, nga rruga e drejtë. Dhe atë njeri që Allah I madhëruar e devijoi dhe e humbi për shkak të punës së tij, nuk ka kush mundësi ta rikthej në udhëzim, ta udhëzoj përveç tij me mëshirën e tij dhe mirësinë e tij. Dëshmoj dhe deklaroj me dëshminë më të madhe dhe më të sinqertë se I vetmi I cili meriton të adhurohet, të madhërohet, të nështrohemi, të lutemi, të përgjërohemi, është Allahu I madhëruar, krijuesi I gjithësisë, I vetëm dhe I pashok, dhe se Muhamedi a.s. është robi I Allahut dhe I dërguar I Tij dhe vula e tërë profetëve. Të dashur vëllezër, fjala më e mirë është fjala Allahut të madhëruar dhe udhëzimi, shembulli, modeli më I mirë dhe më I drejtë është shembulli I profetit ton Muhammed a.s. Dhe punët më të këqija dhe më të rrezikshme janë shpikjet, risit në fe. Kur njeriu vjen me një fe nga vetja e tij, nga mendja e tij, nga tekat e tij, nga epshi I tij, nga mendimet e tij, ose të dikujt tjetër. Punët më të rrezikshme janë shpikjet në fe. Shpikje që lidhen me besimin, në lidhje me konceptin dhe kuptimin e fesë, në lidhje me adhurimet tona ose marrëdhëniet tona me njerëzit, në moralet tona. Në Islam çdo gjë është skicuar mirë, është treguar mirë, ne kemi detyrë vetëm të pasojmë. Detyra e të dërguarit është transmetimi dhe detyra jonë është pasimi dhe bindja. Nuk është detyra e njeriu të shpikë, të ligjësoj diçka, të vendosi ligje, të caktoj rregulla brenda fesë. Nëse është jashtë fesë, jashtë asaj që është hyjnore, mund të shpiki gjërat që janë në dobinë e tij ose dobinë e shoqërisë që e rrethon. Të dashur vëllezër, të nderuar vëllezër, mirësitë e Allahut ndaj nesh janë të shumta. Nga çdo anë e rrethojnë njeriu. Janë të njëpasnjëshme. Në çdo ditë rinovohen të mirësi ndaj njeriu. Ndërsa ndaj nesh nuk është detyrë e madhe, nuk kemi detyruar me një detyrim të madh ndaj këtyre mirësive, por vetë të jemi falënderues. Të jemi falënderues për këto mirësi të shumta që Allah I madhëruar na ka dhuruar. Mirësi të cilat nuk ka mundësi njeriu t'i numërojë. Mirësi që rendin kohë pas kohe, minut pas minuti, sekond pas sekonde, ditë pas dite. Dhe nëse do përpiqesh t'i numërosh mirësitë e Allahut ndaj teje, ndaj jush, nuk do keni mundësi. Dhe çdo mirësi që e keni nga Allahu I madhëruar.
Kujtoni këtë. Kjo është fjala Allahut Azza wa Jall. Dhe ai cili falenderon ka premtim nga Allahu i madhëruar se Allahu Azza wa Jall do t'ia shtojë mirësitë ndaj tij. Dhe Allahu i madhëruar thotë, dhe Allahu ka premtuar dhe ka vendosur se nëse ju falenderoni, Allahu do t'ia shtojë mirësinë ndaj jush. Por se nëse mohoni dhe jeni mos mirënjohës, Allahu i madhëruar nuk i do mos mirënjohës, nuk i do mos falenderuesi. Dhe kush nuk është falenderues, le të di se mirësitë e Allahut ndaj tij do të largohen. Allahu na ruaj. Mirësia më e madhe që Allahu i madhëruar i ka dhënë robit të tij është udhëzimi në Islam. Është udhëzimi në fe. Në fen e vërtet, në fen e vetme që Allahu pranon. Është udhëzimi që të jesh prej atyre që falenderojnë Allahun, të jesh prej muslimanëve të vërtet, jo gënjeshtar, jo prej atyre që shtire, musliman i vërtet me të cilin Allahu është i kënaqur. Jo musliman, gjysmë musliman, çerek musliman. Jo musliman me emër, jo musliman me pretendime, jo musliman me shtirje. Robi Allahut i vërtet i nënshtruar me zemër atë parë dhe me gjymtyrët e tij më pas. Mirësia më e madhe është pasimi i rrugës së vërtet. Është pranimi i fesë së vërtet. Atë fe që Allahu është i kënaqur me ne dhe nuk pranon fe tjetër posa saj. Thot Allahu i madhëruar, dhe kush pason një fe tjetër përveç Islamit, nuk do t'i pranohet atij. Nuk do t'i pranohet atij, dhe ai në botën tjetër është për të shkatëruar. Allahu na ruaj. Të dashur vëllezër, të nderuar vëllezërit e mi në fe, në Islam, në besim. Islami është feja e tolerancës, feja e mëshirës, është një fe e lehtë, është një fe që e pranojnë natyrat, e pranon natyra njerëzore e njeriut. Është një fe lehtësuese. Është një fe e cila ka ardhur për t'ia lehtësuar njeriut jetën. Dhe Allahu i madhëruar thotë, Allahu do për ju, yuridu Allah bikumul yusr. Allahu do për ju të lehtën dhe nuk do për ju të vështirën. Allahu do për ju t'ju lehtësoj juve, t'ju lehtësoj fen ndaj jush. Në dy ajetet kuranore të surës Bekare, Allahu i madhëruar përmend një lutje nga lutjet e besimtarëve. E përmend në librin e tij për të lavdëruar të lutje që është me shumë rëndësi dhe me vlerë. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. O Zoti ynë, mos na merr në përgjegjësi për atë që ne harrojmë dhe gabojmë. Wala tahmil alejna isra, dhe mos na ngarko me atë ngarkesë që ngarkuar popull që kanë kaluar.
Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dhe mos na ngarko për atë që ne s'kemi mundësi. Thot profeti alayhis salam, pas saj lutje të besimtarve, Allahu i madhëruar ka thënë na'am, qad fa'alt. Po, e pranova lutjen e besimtarve. Po, ashtu do bëhet. Allahu nuk na merr në përgjegjësi për atë që harrojmë dhe gabojmë, dhe kthehemi njëherë tek Allahu i madhëruar. Allahu i madhëruar nuk na merr në përgjegjësi për atë që s'kemi mundësi, por na merr përgjegjësi për atë që kemi mundësi dhe ne e lejmë, e praktikojmë. Islami është një fe e lehtë në praktik, në zbatim. Është një fe e kuptueshme për gjithë. Qul huwa Allahu ahad. Thuaj Allahu është një i vetëm. Një i vetëm si krijues, si furnizues, si sundues, si zotërues. Një i vetëm në adhurim. Atij takon adhurimi i vetëm. Allahu Samad. Allahu është absolut. Nuk ka nevojë për askënd. Dhe çdo krijesë ka nevojë për Allahun e madhëruar për çdo sekond, për çdo çast të jetës së tij, për çdo çast të jetës së saj. Çdo krijesë ka nevojë për krijuesin e saj. Lam yalid wa lam yulad. Nuk ka lindur dikë. Asgjë nuk ka dalë prej tij. Wa lam yulad, dhe nuk është i lindur. Dhe ai nuk është një deg për një origjinë tjetër. Është i pari që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe asgjë nuk ngjan me atë. Asgjë nuk është si shëmbulltyra e tij. Asgjë nuk krahasohet me të. Asgjë nuk është i barabartë me të, me Allahun e madhëruar. Islami është i kuptueshëm, shumë lehtë i kuptueshëm në çështjet e besimit. Në çështjet në lidhje me adhurimin, praktikën e adhurimeve. Nëse s'ke mundësi të falësh në këmbë, falu ulur. S'ke mundësi ulur, falu shtrirë. S'ke mundësi të marrësh abdest me tejemum. Kur je në udhtim i bashkon namazet dhe i shkurton ato. Kur je në udhtim nuk agjëron. I plotson më pas. Gruaja kur është me periodat e saj nuk falet, nuk agjëron. Kur je i sëmur nuk agjëron. E plotson më pas. Nëse ke një sëmundje që nuk shërohet, nuk shpresohet shërimi i saj, nuk agjëron fare. Ushqen varfër. Islami është i lehtë. Islami është buzëqeshje e bukur tek fytyra vllajt tënd. Islami është përkimi i kokës së jetimit. Islami është ti jesh njeri respektues për të madhin, për të prindin. Ti jesh mëshirues për të vegjël. Islami është i bukur. Islami është lidhja e zemrës me Allahun e madhëruar, krijuesin e njeriu. Dhe mos jesh rob i askujt. Mos i nështrohesh asgjëje. Asgjëje përveç Allahut azza wa jall. Ky është Islami. Allahu na bëf për atyre që e kuptojnë Islamin, ashtu që Allahu është i kënaqur me ne dhe zbatojnë atë deri në fund. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet pafund i përkasin vetëm krijuesit Allahut të madhëruar, paqja e Allahut dhe bekimet e tij qofshin mbi profetin tonë Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo besimtar musliman i cili ndjek rrugën profetike deri ditën e fundit. Të dashur vëllezër, thesari më i madh që ne posedojmë dhe kemi, thesari më i madh, gjëja më e shtrenjtë, është drita e besimit në zemrën tënde. Është drita e besimit në zemrat tona. Është drita e besimit në zemrat tona. Xhevairi më i shtrenjtë, thesari më i shtrenjtë, më me vlerë, është
udhëzimi yt në të fe. Është besimi që ke në zemër. Ai besim që ti beson se Allahu i madhëruar është krijuesi i çdo gjëje. Dhe s'ka krijues tjetër përveç tij. Ai është munduesi i vetëm. Ai është udhëruesi i vetëm. Ai është furnizuesi i vetëm. Ai është i vetmi që jep jetën dhe jep vdekjen. Ai është që mban çdo gjë në këmbë. Me lejen e tij lëviz çdo gjë. Pa lejen e tij nuk lëviz asgjë. Çfarë do Allahu bëhet dhe çfarë nuk do Allahu nuk bëhet. Ky është thesari më i madh që ke. Thesari më i shtrenjtë është adhurimi yt që i bën Allahut madhëruar të vetëm. Përkushtimi, përgjërimi, përulja që i kushton vetëm krijuesit. Ky është thesari i vërtet dhe më i shtrenjtë që ke me veten. Të jesh një musliman i vërtet është thesari më i shtrenjtë. E lutë Allahun e madhëruar na bëj për atyre që janë të sinqertë, të vërtet në pretendimin e tyre që janë për muslimanëve. Dhe lutë Allahun e madhëruar të na udhëzojë tek më e mira, tek më e drejta, tek më e bukura. E lutë Allahun e madhëruar t'i udhëzojë familjet tona, fëmijët tanë tek më e mira në Islam, në rrugën e vërtet. E lutë Allahun e madhëruar t'i udhëzoj fëmijët tanë në rrugën e vërtet, në rrugën e drejtë, t'ja zbukuroj dhe t'ja mbëlsoj, t'ja bëj të dashur besimin dhe punët e mira, dhe t'ja bëj të urryer mosbesimin dhe punët e këqija. E lutë Allahun e madhëruar ta udhëzoj shoqërinë tonë, këtë vend, këtë popull në rrugën e drejtë në Islam, në rrugën e shpëtimit, dhe t'na bëj neve muslimanëve praktikues, ftues, kandila, ndriçues të tjerëve në rrugën e vërtet. Të dashur vëllezër, jeta e kësaj bote është shumë e shkurtër. Luma i cili punoi mirë, besoi dhe punoi mirë, dhe ishte i devotshëm dhe gjithmonë ishte me Allahun dhe për Allahun dhe për hir të Allahut. Allahu na bëf prej tyre. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فأقم الصلاة.